Salam aleikum. Emri im është Muhammad Abu Bakr. Më patja ime është si vion. Në filozofinë moderne, vërejmë se kur njerëzit u larguan nga klerikët dhe filluan të mendojnë për skeptikizmin, atëherë filluan të përparonin në botë. Dhe siç përmendet më parë, teknologjia ka një rëndësi të madhe sot. Megjithatë, ne ende mbetemi të ngelur në disa mendime të paracaktuara. Për shembull, në Islam, shumë mendime janë tashmë të paracaktuara. Dhe përballë këtyre mendimeve të paracaktuara, si mund të kem një mendim kritik? Për më tepër, për shkak të mungesës së inovacioneve teknologjike në shoqërinë tonë, çdo herë që duam të ndërmarrim diçka të re, na thuhet se është haram. Me këtë në mendje, si mund të përparojmë në këtë botë? Kjo është një pyetje shumë e mirë. Është e vërtetë që kur përdorim teknologjinë, shohim përparimet që bëhen. Megjithatë, çdo herë që prezantohen teknologji të reja, lëshohen fata që thonë se ato janë haram. Nëse shikoni historinë shkencore, sidomos të shekullit të V dhe E, evropianët e quajtën këtë periudhë era e errët, por në të vërtetë, muslimanët ishin në kulmin e tyre. Nëse lexoni historinë, do të kuptoni se në atë kohë, për të u bërë shkencëtar, duhej të dinit arabisht. Shumë jo musliman mësonin arabisht për të bërë kërkime shkencore. Babai i kimjes, për shembull, ishte një musliman me emrin Jabir ibn Hayyan, i njohur si Geber në Perëndim, i cili e prezantoi alkimin. Termi alkool vjen nga arabishtja alkool. Po ashtu, kishte edhe Ibn Sina, i cili librat e tij mjekësor ishin referenca gjatë kësaj periudhe. Ne ishim përpara në shkencë dhe mjekësi, por sot, pse nuk arrim të përparojmë? Sepse dikur ishim të afërt me Kuranin dhe Sunën, dhe kështu ishim në kulm. Sot, edhe pse jemi më shumë në numër, kemi humbur këtë afërsi me mësimet islame dhe nuk po përparojmë. Për të përparuar, duhet të ndjekim parimet e Kuranit dhe Sunës. Nëse ndjekim atë që thon dietarët, të cilët janë kompetent dhe legjitim, nuk do të na pengojnë kurrë në përdorimin e teknologjisë. Dietarët që ndjekin drejt Sunën nuk do t'ju ndalojnë të përdorni teknologjinë, përveç se nëse ajo është vërtet e keqe, si riba, interesi. Sot, shumë njerëz kritikojnë përdorimin e teknologjisë dhe bankave islame pa pasur prova të qarta. Për shembull, ata që pretendojnë se bankat islame janë të këqija, nuk dinë për çfarë po flasin. Nëse shërtoni punën e dietarëve si Mufti Taqi Usmani, do të shihni se parimet e financës islame respektohen shumë, madje edhe në bankat islame, dhe kjo funksionon mirë në vende si Malezia. Nëse shikoni shembullin e Malezisë, megjithse ata kanë më pak muslimanë se sa Pakistan, praktika e bankës islame atje është shumë e avancuar. Nëse dikush ju thotë se është kundër bankës islame pa e kuptuar mirë parimet e saj, ai është në gabim. Është thelbësore të bëni pyetje tek ekspertët që e njohin mirë financën islame. Nëse doni të përdorni teknologji të reja, konsultohuni me dietar të kompetent në këtë fushë. Çdo dietar ka specializimin e tij, qoftë në fushën e mjekësisë, jurisprudencës ose të tjera. Është e rëndësishme të kujtoni se Islami lejon kërkimin dhe inovacionin, për aq kohë sa ato nuk bien në kundërshtim me parimet themelore islame. Nëse keni dyshime, kërkoni mendimin e dietarëve të kompetent. Përfundimisht, është thelbësore të ndiqni mësimet e Islamit, ndërkohë që respektoni zbulimet dhe teknologjitë e reja. Nuk është një çështje inovacioni në vetvete, por të sigurohemi që ato respektojnë parimet islame. Qoftë për bankën islame ose për çdo teknologji tjetër, është e rëndësishme të mbështetemi në mendime të ndriçuara.